Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Raketat izraelite Barak MX mbërrin pranë kufirit me Turqinë. Janë në pikën më të afërt gjeografike që kanë qenë ndonjëherë dhe Izraeli me sa duket ka bërë gati për ta çuar përpara planin për cilin unë ju fola përpara pak ditëve. Kemi qenë të parët që a kemi thënë dhe ju kemi folur për planin e pa diskutueshëm tashmë, i cili po del çdo ditë më shumë në pah të Izraelit, të Qipros, të Greqisë dhe të Francës për të sulmuar Turqinë. Sigurisht një pjesë e madhe e njerëzve kanë qenë skeptik, një pjesë janë dyshues, sigurisht edhe ne jemi skeptik dhe jemi dyshues ç'është kjo që po ndodh, çfarë fshihet pas këtyre paralajmërimeve, pas këtyre veprimeve në terren dhe përse ato veprime janë shoqërojnë edhe ngjarjet dhe zhvillimet e jashtëzakonshme që janë duke ndodhur në OKB në New York, ku është mbledhur e gjithë paria e botës atje. Ndërkohë që presidenti Donald Trump thret presidentin Erdogan dhe liderët arab që të merret vesh me ta për çështjen e Gazës dhe të Palestinës, ndërkohë pret radhën e tij për të takuar edhe Benjamin Netanyahu, i cili e ka takimin të hënën e martshme me presidentin Donald Trump, ndërkohë në terren lëvizin të gjitha mjetet ushtarake dhe sistemet raketore, veçanërisht në Qipro në këto momente që po flasim dhe që po regjistrohet kjo video. Shtypi turk dhe shtypi izraelit kanë marrë flak dhe janë duke folur për afrimin shumë pranë kufive të Turqisë të sistemeve raketore izraelite Barak MX. Çfarë do të thotë kjo? A jemi përballë një plani të vërtet lufte dhe nga ana tjetër Vladimir Putini rrit kërcënimin e tij për Estoninë dhe vendet të Balltike britanike të urgjentisht ndërhyjnë për të treguar se Rusia është bërë gati të sulmojë vendet balltike dhe bashkë me të edhe Europën. MI6 është në alarm. Ministrja e jashtme britanike Zonja Cooper ka thënë se Rusia nuk do të ndalet dhe ka plane të mëdha, ndërkohë Kremlini ka kthyer përgjigje dhe ka thënë se MI6 britanik dhe Britania e Madhe janë më të shqetësuar se të gjithë, sepse ato janë koka e projektit të luftës në Ukrainë, pra duke aluduar Kremlini se britanikët janë pas gjithë kësaj lufte në Ukrainë dhe se pas saj janë duke shkuar vende të tjera europiane si Franca apo vende të tjera balltike të cilat po shkojnë pas saj. Çfarë po ndodh në Europë? Çfarë po ndodh në Qipro? A do të sulmohet Turqia? A do të shkojë Benjamin Netanyahu drejt një sulmi bashkë me qipriotët dhe bashkë me shtetet e tjera me të cilat kanë rënë dakord për të sulmuar drejt për drejti Turqinë? Mos është ky vallë një plan i cili lidhet me dakordsinë e Trumpit dhe të Erdoganit në New York? A do të merret vesh Trump dhe Erdogan për Palestinën? A do të merren vesh për Sirinë? A do të merren vesh për korridorin David të Izraelit në Siri, korridor për cilin ju kemi folur këtu, e lidh Izraelin nëpërmjet hapësirës toksore të Sirisë me pjesën e lindjes së Eufratit, pjesës kontrolluar prej kurdëve në juglindje të Turqisë dhe në verilindje të Sirisë. Zhvillimet mëdha, a ka një pakt ndërmjet Trumpit dhe Putinit sekret për të ndarë Europën dhe për të sulmuar Europën, apo jemi thjesht përballë një situate ku bëhet fjalë vetëm për armatime, për kërcënime, të cilat i rrisin tensionet e tyre në maksimum, që të punojnë fabrikat e armëve, të punojnë industritë e ushtarake? Të gjitha këto do t'i analizojmë në këtë bisedë të sotme, që besoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme. Shumë pranë Turqisë kanë mbritur raketat izraelite dhe duket qartësisht sikurse e shihni dhe sikurse ju kemi njoftuar se ky plan për të goditur Turqinë me sa duket ka lidhje me planin apo agjendën e Benjamin Netanyahus në takimet që do të ketë me Donald Trumpin. Vetëm dje dhe pardje ju kam thënë dhe ju kemi njoftuar nga kjo drejtare mediatike dhe ju kemi thënë se Benjamin Netanyahu menjëherë pas valës së madhe të njohjeve
për shtetin e Palestinës nga Britania e Madhe, Kanadaja, Australia, Portugalia, Belgjika, Malta dhe shtetet e tjera bashkë me Francën, e cila e njoftoi njohjen në OKB, Izraeli ka thënë se do t'ja japim përgjigjen të gjithë atyre shteteve të cilat të krijojnë japin mbështetje për një shtet terrorist në territorin e Izraelit, pra quan shtetin e Palestinës shtet terrorist, dhe do t'ja jap përgjigjen pasi të kthehem. Cila ishte përgjigja e Benjamin Netanyahus? Përgjigja ishte se ai përveç rrafshimit të Gazës dhe përzënies së banorëve të Gazës, do të merrte edhe bregun perëndimor. Po mirë, a do të qëndrojë Turqia vetëm në dimensionin e retorikës agresive ndaj Izraelit, apo do të ndërmarrë hapa në qoftë se Izraeli pushton bregun perëndimor, në qoftë se Izraeli nis dhe mësyn bregun perëndimor? Është një lojë shumë e komplikuar, është një lojë shumë e ngatëruar, është një lojë shumë precize dhe flakët janë kudo, gjithandej, por mbahen ende nën kontroll. A do dalin këto flak nga kontrolli apo jo? Mbetet për tu parë. Autoritetet e Kipros shtetërore dhe ushtarake janë bërë gati gjithashtu për këtë plan dhe për këtë mobilizim, dhe janë duke ofruar të gjithë infrastrukturën e nevojshme për t'ja lehtësuar Izraelit kalimin e sistemeve raketore drejt kufirit të përplasjes së madhe. Nga ana tjetër, kemi patur një njoftim apo një miratim apo një thirrje të krejt të Kishës Ortodokse të Kipros, Patriarku George, i cili ka ftuar në domosdoshmërinë e përgatitjes së një plani të përpikt për të nxjerrë dhe për të shporur turqit nga Kipro. Duket qartë pra që mobilizimi është ushtarak, është nacional, është kombëtar, është gjeopolitik, por është dhe mobilizim fetar. Pra, ju e kuptoni dhe e dini shumë mirë që pjesa më e madhe fatkeqësisht e luftrave në botë kanë patur edhe frymëzim fetar dhe religjioz, dhe duket qartë që po përdoren të gjithë elementet. Me sa duket, Kipriotët dhe Grekët janë bërë gati dhe po bëhen gati që të kërkojnë mbështetjen e Izraelit, dhe mendojnë se ky është momenti i duhur në cilin mund të marrim, mund të rrëmbejmë mbështetjen amerikane nëpërmjet mbështetjes tonë të Izraelit. Pra, mbështesim Izraelin, i cili ka detyrim dhe nevojë të përplaset me Turqinë në këtë moment për arsye të Jeruzalemit, të çështjes palestineze të Gazës dhe bregut perëndimor, dhe nga ana tjetër, amerikanët që janë në mbështetje të Izraelit e përfitojnë mbështetjen e tyre duke përdorur bazat amerikane që kanë pushtuar Greqinë nga të gjitha anët e saj, nga të gjitha cepat e gjeografisë greke. Ka baza shumë të rëndësishme ushtarake amerikane, të cilat do të kenë një rol deciziv dhe vendimtar në këtë përballje të mundshme ndërmjet Izraelit, Greqisë dhe Turqisë. Është e alarmuar edhe Greqia, është e alarmuar edhe Kipro. Turqit sigurisht janë në mobilizim të plot. Ka nisur mobilizimi i plot në Turqi. Mediat turke janë duke treguar se po bëhen përgatitje për tu përballur me të gjithë skenarët. Dhe ajo që unë shoh është se ritmi i kësaj përplasje, ritmi i këtij konfrontimi do të diktohet nga rezultati i takimit ndërmjet Donald Trumpit dhe Erdogan në Këshillin e Sigurimit, pra në OKB në New York, dhe ndërmjet Donald Trumpit dhe Benjamin Netanyahus, i cili ka premtuar se do të kthehet me dritë jeshile nga Washingtoni për të spastruar Gazën etnikisht, por nga ana tjetër edhe për të pushtuar bregun perëndimor. Ndërkohë Arabia Saudite dhe lojtarët e tjerë të vendeve të Gjirit bashkë me Emiratet e Bashkuara Arabe kanë paralajmëruar amerikanët sipas shtypit izraelit, dhe kanë njoftuar edhe izraelitët duke i paralajmëruar ata
se bregu perëndimor dhe goditja shkatrimi përfundimtar i mundësisë për të ekzistuar një shtet i pavarur palestinez është vije kuqe dhe se kjo do të hedhë në erë tërësisht rajonin. Kështu pra, avancimi në terren i sistemeve raketore izraelite dhe afrimi i tyre në Turqi nuk është gjë tjetër përveç se para përgatitje për luftë nga njëra anë, dhe nga ana tjetër është presion për presidentin Erdogan, i cili do të duhet të ketë përgjigje të sakta dhe të shpejta për presidentin Donald Trump, qoftë lidhur me planin dhe përfytyrimin e Trump për lindjen e mesme për Sirin, për ndarjen e Sirisë, ose jo të saj për lindjen e Eufratit, për Libanin, për jugun e Libanit, për Izraelin, për Deran, për Suejdan, për forcat Kased, për të ardhmen e Iranit, për të ardhmen e aleancave të reja në vendet e gjirit, për Pakistanin, për marrëveshjen Iran-Saudi, marrëveshjet e fshehta Iran-Turqi e kështu me radhë. Pra do të jetë është një lojë, një shah i fortë, i cili i jepet presidentit Erdogan dhe i krijohet një presion që e detyron atë të bëjë lëvizje të forta dhe sipas përfytyrimit amerikan që shkojnë përshtat me kalkulimet amerikane dhe pse jo me ato të Benjamin Netanyahus në bregun perëndimor, në Gaza, por edhe në Siri ku Turqia ka një rol tashmë të madh me ardhjen e Ahmed el-Shara, i cili ka fluturuar për në New York dhe po merr dritat atje, po merr vëmendje të madhe pasi vjen nga një organizatë e konsideruar më parë terroriste nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç ishte Hayat Tahrir Sham pra, dhe tashmë shkon ban fjalim në OKB, zhvillimet të mëdha, zhvillimet jashtëzakonshme, të cilat do t'i dekriptojmë bashkë në orët në vijim dhe do t'i kuptojmë në mënyrën më të imësishme, sepse ato do të kenë drejt përse drejt ndikim edhe tek ekuilibrat gjeopolitik këtu në Ballkanin ton të vogël, ku grek, serb, italian e turq, ku amerikan, europian, rus e kinez janë duke u përplasur për konfirmimin apo ridimensionimin apo rindarjen e zonave të tyre të influencës këtu në Ballkan. A do të shkojmë në marrëveshje të reja, a do të shkojmë në një jalë të re, apo në një konferencë të re ambasadorëve që ndodhi në 1913 në Londër, a do të ndahet Ballkani sërish, a do të ndahet lindja e mesme. Për lindjen e mesme kemi folur, edhe për Ballkanin do të flasim gjithashtu, por në këtë moment ja vlen të shkojmë me njëherë të kuptojmë edhe përplasjen e madhe ndërmjet Vladimir Putinit dhe NATO-s në Estoni dhe në vendet e Balltikut. A do të mundet Vladimir Putini që të ushtrojë presion apo do të shkojë në përplasje direkte? A kemi një përplasje të mundshme direkte ndërmjet Putinit dhe Amerikës, apo kemi një marrëveshje sekrete në Alaskë ndërmjet presidentit Donald Trump dhe presidentit Vladimir Putin, marrëveshje e qëndisur me shumë kujdes nga emisari i Trump, Steve Witkoff, i cili ka shkuar 5 herë të deklaruara, pa llogaritur vizitat sekrete, 5 herë të deklaruara ka shkuar në Moskë dhe ka takuar në emër të Donald Trump Vladimir Putinin dhe ka qëndisur një marrëveshje. A ka një marrëveshje ruse amerikane për të bërë lokma Europën, apo është e gjitha një lojë e madhe? Kjo mbetet për të parë në zhvillim, në vijim, por unë do doja të ndaleshim dhe të analizojmë pak zhvillimet e minutave të fundit në frontin e Balltikut dhe në frontin Rusi-NATO. Me njëherë pas fluturimit të forcave të aviacionit ushtarak rus në territoret e Estonisë, Estonia është ankuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ka thënë se aviacioni ushtarak rus ka fluturuar në territorin dhe në hapësirat e NATO-s në Estoni rreth 12 minuta. Qeshin rusët bashkë me Kremlinin dhe thonë si ka mundësi që ne të fluturojmë me aviacion ushtarak në kufit e NATO-s, në hapësirën ajrore të NATO-s për 12 minuta dhe të mos na rrezoj askush. Kjo tregon, thotë, që është një
humor politik, i cili shfaqet qartë sipas Kremlinit tek retorika dhe diskursi gjeopolitik apo politik i vendeve të Balltikut, por edhe i vendeve të NATO-s në përgjithësi. Për ta kuptuar atë çfarë po ndodh ndërmjet Putinit dhe NATO-s në këtë moment, apo ndërmjet Putinit, europianëve, Putinit dhe Trumpit dhe amerikanëve, dhe Putinit dhe frontit të luftës në përgjithësi në këtë moment, na duhet të kthehemi në vitin 1990, pra në kohën kur ra muri i Berlinit dhe në kohën kur u bashkuan të dyja Gjermanit, cila ishte marrëveshja ndërmjet amerikanëve dhe ndërmjet sovjetikëve aso kohë. Rusia ishte aso kohë Bashkimi Sovjetik dhe në krye ishte Mikhail Gorbaçovi. Gorbaçovi dha dakordsinë që të bashkohej Gjermania Perëndimore me Gjermania Perëndimore me Gjermaninë Lindore dhe mori premtim nga sekretari amerikan i shtetit aso kohë që ishte James Baker. James Baker i premtoi Gorbaçovit dhe i tha se pas kësaj NATO-ja nuk do të bënte asnjë përpjekje për shtrirë kufijtë e saj në drejtim të Rusisë, pra të afrohet më tutje në drejtim të Rusisë, dhe se nuk do të ketë asnjë tentativë të NATO-s për të çuar, zgjeruar kufijtë dhe influencën e saj në drejtim të Rusisë, pra në përpjekje për t'i dhënë garanci sovjetikëve dhe Gorbaçovit lidhur me këtë pjesë apo me këtë fobi apo me këtë rezerva të Rusisë lidhur me sigurinë. Menjëherë pas kësaj, sigurisht ndodhi ajo që ndodhi, u shkërmoq Bashkimi Sovjetik, u krijuan ekuilibra të ri gjeopolitik dhe gjeostrategjik në zonën e Euroazisë, dhe menjëherë pas saj lindi pyetja e madhe: a do të shkojmë në një luftë të madhe ndërmjet Rusisë dhe NATO-s, apo do të kemi një marrëveshje ndërmjet Putinit dhe NATO-s, apo do të kemi marrëveshje të Putinit me europianët, apo do të kemi një marrëveshje sekrete ndërmjet Vladimir Putinit dhe presidentit Donald Trump për të ndarë Europën dhe për ta shantazhuar atë. Kjo është ajo që është edhe frika më e madhe sot në Europë, sigurisht, dhe duket qartësisht që menjëherë pas hyrjes së avionëve rus në territorin e NATO-s, Estonia tha që ne nuk u kundërpërgjigjëm dhe lam avionët e Italisë që të japin, të merren me këtë çështje në vend të forcave të Estonisë. Pra ishte një veprim i fuqive të NATO-s dhe ishte një vendim që duhet ta merrte NATO dhe që është pikërisht ajo për cilën flet Putini, ardhja e NATO-s tek kufijtë e Rusisë. Menjëherë ministra e jashtme britanike Yvette Cooper del dhe deklaron se rrezikohet një përplasje e fortë e drejtë për drejtë ndërmjet NATO-s dhe Putinit me rastin e shkeljes së aviacionit ushtarak rus të hapësirës së Estonisë, që konsiderohet pra një hapësirë e territorit të NATO-s. Donald Trump nga ana e tij kishte premtuar dikur mbështetje për Poloninë, për Estoninë, për vendet balltike, por edhe për Europën në rast të një përplasje të mundshme me Rusinë. Pra presidenti Trump e kishte dhënë këtë fjalë edhe pasi kishte shprehur kritikat e tij të forta. Por çfarë ka ndodhur sot? Donald Trump është rebeluar dhe është hedhur në sulm në OKB dhe ka mbajtur një fjalim nëpërmjet të cilit e ka shpartalluar Europën, i ka thënë: turp të keni, jeni në luftë me Rusinë dhe merrni gaz e naftë prej saj. Kjo do të thotë që këtu kemi një kthes të fortë nga Donald Trump. Sigurisht stili i Trumpit është shantazhimi, është paparashikueshmëria e qëndrimeve të tij, është befasia e qëndrimeve të tij. Tani të mbështet, nesër thotë nuk e lam kështu,
pastaj kthehet pra tipikisht një biznesmen i cili ka aftësi të luaj me ofertën, me pritjen e ofertës, me dhënien e ofertës së re, me paparashikueshmërinë, me befasinë, me efektin domino, me efektin shok, me efektin traum, dhe del sot i thot europianëve t'ju vi turp, jeni në luftë dhe pretendoni se jeni në luftë me Moskën, po vriten ukrainasit dhe ju vazhdoni të merrni gaz dhe naftë, dhe të bleni naftë, energji prej Rusisë. Ndërkohë Vladimir Putini ka thënë, ka patur një qëndrim lidhur me këto zhvillime, lidhur me qëndrimet her pas hershme të ndryshueshme, her pas herë të ndryshueshme të Washingtonit, por edhe të ato të britanikëve, pasi britanikët kanë marrë pra përsipër të jenë lokomotiva e sulmit europian ndaj Moskës dhe ndaj Vladimir Putinit. Ka patur një qëndrim të Vladimir Putinit dhe të Kremlinit, i cili ka thënë se pretendimet e Estonisë dhe të Polonisë për shkelje të territorit të NATO-s apo të shkelje të aviacionit ushtarak rus të territoreve të tyre janë pretendime qesharake, humoristike dhe tërësisht të pavlera. Heqja dorë ka folur gjithashtu pra Putin për heqjen dorë nga moratoriumi për shpërndarjen e armatimeve strategjike dhe ka thënë se kjo është një çështje shumë e nevojshme. Lidhur me këtë çështje, unë do t'ju citoj fjalë për fjalë, me pikë dhe me presje, atë që ka deklaruar Vladimir Putini lidhur me këtë çështje. Çfarë thotë? Për të evituar nxitjen e konkurrencës së mëtejshme për armatimin strategjik dhe për të siguruar një nivel logjik të fuqisë dhe mundësisë për të kontrolluar veten, besojmë, thot Putin, se është e justifikuar përpjekja për të ruajtur status quo në gjendjen aktuale, të vendosur nga traktati New Start. Për këtë arsye, vijon Putin, Rusia është e gatshme që pas datës 5 shkurt të vitit 2026, ajo t'i rikthehet vullnetarisht zbatimit të pikave të traktatit New Start edhe për një vit tjetër shtesë. Ky vendim, thot Putin, nuk do të jetë në zbatim, nuk do të vihet në zbatim në rast se amerikanët ndërmarrin hapa që kanë për qëllim të shkatërrojnë ekuilibrin e barazpeshës së deterencës ushtarake. Rusët pra e japin përgjigjen dhe ata mendojnë se janë britanikët pas këtyre nxitjeve për të shkuar në luftë dhe në përplasje me Rusin, dhe se disa vende të tjera sipas Putinit të gënjyra europiane janë duke shkuar pas violinës britanike. Në fakt, kjo është një mënyrë sipas Kremlinit për t'i bërë presion Rusisë, dhe këto deklarata boshe nuk kanë thot asnjë vlerë, thot Putini. Ndërkohë rusët lënë të kuptohet se përfituesi në këtë moment është Donald Trump, i cili shantazhon edhe Rusinë me mënyra indirekte, por shantazhon edhe Europën duke u treguar atyre se duhet të kenë turp që blen energji në Rusi, dhe duke u treguar atyre se takimi i Putinit dhe i Donald Trumpit në Alaskë mund të ketë fshehur në thelb një marrëveshje sekrete ndërmjet dy burrave, të cilët u takuan kok më kok brenda në makinë dhe folën atë që nuk e di kërkush, folën atë që e din shumë pak njerëz. Rusët janë të lumtur nga kjo histori dhe po thonë që Donald Trump është fuqi madhore dhe se perëndimi pa Amerikën nuk ka asnjë mundësi që të na mund ushtarakisht. Sigurisht Vladimir Putini nuk është idiot që të shkojë të përplaset me NATO-n, sepse e di që NATO është më e fortë, është shumë e fuqishme ekonomikisht, është shumë e fuqishme në njerëz, është shumë e fuqishme ushtarakisht, edhe pse në këtë moment depot e armëve, siç e dini dhe siç ua kemi thënë, vazhdimisht janë të boshatisura. Rusët qeshin në këtë moment
apo nënqeshin me sa duket me garanci amerikane dhe thonë europianëve merruni vesh me amerikanët sepse ata do ju shesin armatime, është një arsenal i madh i industrisë armatimeve të cilët janë gati t'ju shesin dhe t'i paguani me qimet e kokës, t'i paguani si frëngu pulën, kur themi ne shqiptarët, armatimet që do t'ju jap Amerika dhe do t'ju ashes për t'u luftuar pra me Rusin në një luftë të cilën nuk do të mundeni ta fitoni kur. Duket qartë që të gjitha sinjalet tregojnë se loja është më e komplikuar se ajo që dëgjoni në televizor, sigurisht. Shumë më e komplikuar se ajo që thuhet nëpër studio. Është shumë më e komplikuar se sa që mendojmë ne të gjithë. Është e ngatëruar, por ne do ta dekriptojmë këtu nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu besnikërisht çdo natë siç e bëjmë. Dhe siç e kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, por tani do ta bëjmë në mënyrën më intensive të mundshme sepse do të ketë ngjarje tronditëse, do të tronditet bota. Do të jemi bashkë për t'i parë Kremlinin bashkë me Washingtonin, kanë dhënë gjithashtu njoftime dhe kanë treguar qartësisht se kanë kanale të hapura dhe janë në komunikim të vazhdueshëm dhe se mundësia që të ketë një përballje direkte ndërmjet Amerikës së Trumpit dhe Vladimir Putinit është pothuajse zero, sipas tyre, dhe ju e kuptoni vetë, ç'do të thotë kjo. Kjo do të thotë që ka një marrëveshje të Putinit dhe Trumpit sekrete, të cilën ne do ta kuptojmë më vonë. Ku është Turqia në këtë lojë si lojtar euroaziatik? Izraeli, vendet e lindjes mesme, Kina, e cila po hyn në një përplasje të re me Amerikën në Afganistan, do t'ju shpjegoj detajet më vonë, ose nesër, ose më vonë. Zhvillimet janë aq të mëdha sa që nuk të lën asnjë minutë të marrësh frymë dhe të marrësh kohë, sepse janë shumë të rëndësishme. Kina po përplaset me Trumpin, i cili do të rikthehet patjetër në Afganistan. Talibanët i kanë thënë, guxo të vish, Trump thot, do të paguani shtrenjt nëse nuk më lini. Kinezët thonë, guxoni të sillni bazën ushtarake në Pagram në Afganistan dhe do të shikoni çfarë do të ndodhë. Është kërcënimi kinez për Trump. Zhvillimet mëdha, zhvillimet rrezikshme do t'i kuptojmë bashkërisht. Këtu për natë, për ditë bashkërisht me ju në Akademinë Gjeopolitike të Lëvizjes Adeu, kaq për momentin. Pjesa tjetër si gjithmonë vijon në numrin e ardhshëm.